30 vite dhe asnjëherë nuk është investuar. Kjo është gjendja edhe për gjatë 2026 se tregu të Novoselës, aty ku çdo të enjte mblidhen tregtarë nga Vlora, Novosela, Fieri, Lushnja e deri nga Berati për të tregtuar produktet e tyre të ndryshme. Për tregtarët ky treg nuk plotson asgjë kusht për të quajtur i tillë. Ata shprehen se çdo herë që vinë paguajnë një taks prej 300 lekësh, e cila ndër vite nuk është përkthyer asnjëherë në investime. Ndërkohë që detyrohen të shesin mes Baltës dhe Plurit, në një vend ku thonë se për shkak të kushteve kanë gjithmonë më pak klient. Atje është Baltë, dhe këtu paguajmë 3.000 lekë biletën edhe një rrugë zhavorë se edhe. Shko filmojnë. Ju gjithmonë jeni ankuar? Gjithmonë s'kanë marrë masë ata. Lekë në i marrin, 3.000 lekë paguajmë ne për çdo. Ja, për atarë paguaj 3.000 lekë. Nga vjen? Nga Fieri, unë tregtoj pula, ja. Do doja që të kishe një treg më të... Po duhet keshe si që ka Fieri. Ke parë tregun e Fierit, super modern. Unë atje shes për ditë, patente kjo është ditë pazari që vim këtu. Tu as pazari, kam 30 vjetë unë. Ke shpresë se do ndryshoj një ditë? Kur një najherë, burë, sa. Ta kam edhe për të vjedhur. Të penalizon këtë për Qysh penalizon këtu rrugët, të shtyp makina, që për bëndi. Do vitjet të leri makinë, ku da leri këtu? Po edhe klientit nuk i duket pas. Por e po i fërkon pasqyrën, a i duke parë pule dhe fërkon tjetër. Që i bëj, e rrugët. Mes rrugës. Shko shikoni, filmoni ata poshtë njerë që shështë. Vajtëm gjesë në orën 3:30 e vimerë, 3:30, balta dhe këtu ja. Ati u lerosi, kam kem të ujë. Si që ka qenë, ose shakë? Si që ka qenë për çdo javë? Dakor, po. Po tani keq për keq, se s'kemi as para, s'marim as para, hajde, mirë. Ja, vletë shire për... Po, në rrugë jo, po, sa të bësh? Këto, di marim në, sa të bësh. Këshu e mbanë mund të treg gjatë? Këshu, që shpejt. Sa vite ke? Unë, këte kam një 50 vjetë. 50 vjetë. Këshu. Ke frikë të blesh në të kushte? Po, frikë, po që e do më thamë. Do më thamë, sa të bësh. Shkërta këta që i shesin për ditë, unë kam ardhë me pesko kravezët. Këtu jam, me vendit, po. Po, vinë. Qëtë produktet e tua? Po, ja vezët që. E po qatë bëjmë, balte, shi, ato janë me qisme, jam në fshati. Po, shuem bëjmë, se këtu jemi të vendit. Ka ndryshuar të gjatë viteve? Po, ka ndryshuar, që kanë shtruar e reguluar. Po jo si shruar. Ja. Duhet investime? Po bërë ca investime. Di unë në vafra edhe shumë nuk jam. Pagove lek kur erdhe? Po paguem një 500 lekëshe, po unë tash i erdha vonë, që i qenë vonë. Ndërkohë jo më me pak probleme janë edhe kushtet e tregut për vetë blerësit, të cilët thonë se në të njëjtën gjendje mbajnë mend këtë treg prej dekadash. E sigurisht që të tilla kushte i bëjnë të ndihen të friksuar. Për ta, të blesh në një treg mes Baltës, Pluhurit dhe papastërtive është në dëm të shëndetit. Si mos më keq. Ka një ngritje të papar, një çmim, një rrenjë sallator 300 lekë, turpi zot. Po kushtet si janë? Kushtet janë ja, shikoj. Si mos më keq. Për dy makina zhavora atje te tregu shko si më. Nuk ka kushte më të këtija. Më fali se u ktheva ande, nuk është po bëhet një gjë skandal. Po kam frikë, ja, mora 2 gjera vendi, ja. 2 gjera vendi mora, ja. 2 gjera vendi, ja. Sa punë, ja, mora për këtë mbesën e 2 gjera të vogla. Është ja, ka mund të deklasuara ca gjera mbeturina, ca këto. Kushtet e cilët punojnë këta tregtarët si u duken? Kushtet tash, tregu shikoj vetë. Tregu në rrugësh këtu. I penalizon tregtarët kjo? Jo. Qa të them tregtarët unë i do vitë tregtarët? Ka kjo kush e shqeti që ngrej një shufë, dohet vënd apo s'ka për tregun. Jo në rrugët. Duhet këtë mi foli një treg. Dhe pengot e qarkullimi këtu njëherë, pengot e qarkullimi. Po këtu që s'bë tregu në rrugët. Tregu do vënd e tia. Zhoj gjësë do vënd e tia, edhe tregu do vënd e tia, do më dhe që të shqesi edhe tregtari, si mos si këpë me vaje tregtarit ati. Se vim jetet blokojnë, sa herë, jo se njëherë. Ke frikë të blesh në këto kushte?
Ure, malli këtu më shumë del edhe bion malli mirë, tash qafri frikës nga ajo ndëmë dhe ja. Po mos shiko tash i që karën shi nuk ka plur. Po kush behar që pluri vetën majt, ato janë zbuluara të tëra, infekciojnë e merë ajo ati. Kushtet, infrastruktura, rruga. Rruga zakonshme si ka Çfarë gjendje është tregu sot? Çfarë gjendje është sot tregu? Tregu është një gjendje të mirë, po qytetarët janë gjendje jo të mirë, sepse aq marë. Çdo të enjte mbi 100 tregtar, por edhe më tepër në ditët me mo të mirë, vinë poshtë urës së mifolit për të tregtuar produkte të ndryshme të shportës, vegla pune dhe orendi shtëpiake. Por megjithëse paguajnë taksa në varësi të vendit dhe hapësirës që zën për aktivitetin e tyre tregtar, këto taksa të mbledhura në 3 dekada që i shkojnë njësisë administrative Novosel, asnjëherë nuk janë përkthyer në investime.